Në raportin vjetor për 2025, SPAK rrëzon pretendimin e kryeministrit Rama, por edhe shumë zyrtarëve të tjerë socialist lidhur me masat e sigurisë arrest me burg që të i kalojnë edhe mesatarin e vendeve europiane. Prokuroria e posaçme evidenton uljet para burgimeve dhe rritje të ekspertizave teknike në hetime. SPAK thekson përdorimin më të madh të masave alternative të sigurisë dhe forcimin e kapaciteteve hetimore përmes analizave digjitale dhe sistemit elektronik të menaxhimit të çështjeve. Sipas të dhënave, numrit paraburgosurve me kërkesë të SPAK-ut që ndodhen në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale përbën rreth 12% të totalit të paraburgosurve, ndërkohë personat e dënuar me burg si rezultati i hetimeve të SPAK-ut përbëjnë rreth 11% të numrit total të burgosurve. Raporti evidenton gjithashtu një rënje me rreth 53.4% të përdorimit masës arrest me burg, duke treguar një orientim më të madh drejt masave alternative të sigurisë. Sipas SPAK-ut për vitin 2025, për veprat penale të korrupsionit, masa e arrestit me burg është aplikuar për rreth 3.45% personave nën hetim, nga rreth 5% në vitin 2024. Për krimin e organizuar, kjo masë është përdorur për 21.4% të personave nën hetim, nga rreth 31% në vitin 2024. Në periudhën 2022-2025, sektori i ekspertizës pranë SPAK-ut ka shënuar një rritje prej rreth 31% të akteve të ekspertimit, duke reflektuar zgjerimin e kapaciteteve teknike të laboratorëve të Byros Kombëtare të Hetimit. Telefonat celular përbëjnë 70-75% të provave të analizuara, duke nxjerrë në parë rëndësinë e analizës metadatave, komunikimeve online, aplikacioneve të enkriptuara. Ndërkohë analizat mbi pajisjet kompjuterike janë rritur me 62%, duke reflektuar shtimin e dokumenteve financiare dhe materialeve elektronike në hetime.